studio për sëri, rikthehemi në transmetim të drejt për drejt tashmë në këndin tanë të miqve, ku është pa diskutim Miki Vila 24 dhe përfaqësuesi në Rancit, Alken Truku, nutricionist pranë Institutit Kulinar në Rancit, vjen në këtë studio çdo javë me këshilla në lidhje me temat që zgjedhim t'i ndajmë me vlerë për ju. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Për ju dhe për ne, se sa mësojmë ne nga ty. Është shkëmbim informacioni, unë mësoj nga ju mësoni nga ne, dhe kështu vjen pastaj gjithë situata. E rëndësishme është të jemi të shëndetshëm. E rëndësishme është të jemi të shëndetshëm, por shëndeti nuk është vetëm ushqimi, shëndeti janë dhe emocionet. Njerëzit që qëndrojmë, energjitë që shkëmbejmë, kështu që jo çdo gjë është vetëm ushqim. Kemi nevojë edhe për ndërveprim me njerëz të ndryshëm, me energji të mira, me energji pozitive, por detyrimisht dhe ushqimi që është kryesor. Që ashtu sikur se na ke thënë, përkthehet edhe në hormone lumturie, hormone buzëqeshjeje. Sot kemi një temë interesante në fakt, e cila ka qarkulluar edhe ditët e fundit. Nutricionistët gjithmonë kanë prezantuar atë piramidën ushqimore, nëse flasim pak më herët, sepse janë bërë disa ndryshime të propozuara, të cilat do duhet ti ndryshojmë edhe ne, ti përkthejmë edhe ne në ndryshime në mënyrën se si ushqehemi, si është? Në fakt, unë gjithmonë e kam thënë, e them gjithmonë dhe asnjëherë nuk do ta ndaloj të thëni. Ushqimet janë aty për ne, për t'i konsumuar, kështu që nuk ka një rregull strikt se çfarë neve do konsumojmë. Sa më pëlqen kjo. Kështu që është e panevojshme që ne të vendosim stres me veten tonë që mos të konsumojmë karbohidrate pas orës 8, duhet të konsumojmë kaq gram protein për kaq kile peshë trupore. Këto detyrimisht janë disa udhëzime që njerëz të ndryshëm i ndjekin, qoftë dhe sportistë apo atletë, të cilët kanë nevojë për një regjim pak më të impenjativ dhe për të qëndruar strikt këtij regjimi ushqimor, por për një individ i cili thjesht dëshiron që të qëndrojë i shëndetshëm, mjafton që atë çfarë i kërkon organizmi ai ta konsumojë, sepse jo më kot ne kërkojmë disa gjëra, disa ushqime për të konsumuar, sidomos edhe gjatë sezonit provimeve për studentët apo periudhave stresuese, jo më kot ne kërkojmë çokoladë. Po, domethënë janë sinjale që na i quajmë. Janë sinjale që truri ne i tregon ato nëpërmjet impulseve dhe më pas ne jemi ata që i zbatojmë ato dhe marrim ushqimet përpara. Por e rëndësishme është thjesht mos ta abuzojmë. Piramida e re ushqimore që ka propozuar Amerika tashmë, e cila është ndryshuar, në ndryshim nga piramida standarde që ne kemi përmendur gjithmonë, thjesht ka vendosur si rol kryesor bazën të cilat janë proteinat. Nëse do i referoheshim piramidës më përpara, pra në vitet 70, 80, 90 e cila u propozua, në bazë kishte dritrat. Kjo edhe për arsye sepse dritrat janë më pak të kushtueshme, pra mund të mbjellim sasi shumë të madhe të tyre, mund të furnizojmë shumë numër popullsie me ushqim, por detyrimisht standardet dhe udhëzimet e nutricionistëve, dietologëve dhe mjekëve kanë qenë dieta mezetare. Pra, ndarja e pjatës në porcione, 30%, 30%, 40% me karbohidrate, proteina dhe yndyrna. Kështu që kjo po prapë qëndron. Thjesht piramida është riformuluar në një mënyrë të tillë për të sjell një lloj, le të themi, ndërgjegjësimi, sepse më tepër popullsia e Amerikës, e cila ka pas obezitet, diabet etj, pra është thjesht një lloj ndërgjegjësimi dhe nëse e shohim nuk ka as ndarje, pra siç ka pas tabela e parë, nuk ka kategorizime të ndryshme, janë thjesht si një grumbull i madh me ushqime. Si një sport pazari, e cila thjesht ato ushqime duhet i konsumoni dhe thjesht të shmangim ushqimet e ultraprocesuara. Dhe prandaj në Ranxhi gjithmonë vjen me produkte alternative, me produkte të shëndetshme, sa më afër natyrës, sa më pak të përpunuara dhe më rëndësishmja jo të ultraprocesuara, sepse detyrimisht ne ushqimet të përpunuara do konsumojmë. Ushqimi i përpunuar është dhe kosi. Por i procesuari është tjetër gjë dhe në fakt e gjithë lufta me ç'duket po bëhet pikërisht për të shmangur totalisht këtë lloj ushqimesh që kanë një ndikim të tmerrshëm në fakt në organizëm. E drejtë, sepse shtojnë aditiv, substanca të cilat ne nuk kemi mësuar. Trupi jonë, organizmi nuk është mësuar për ti tretur ato, i trajton si trupa të huaj. Tani nëse ne do kishim atë shportën e pazarit në duar, do të ishim tani brenda një prej dyqaneve në Ranxhi. Çfarë do të blije? Atëherë unë prandaj kam sjell këto produkte sot, sepse janë pikërisht ato çfarë unë do zgjidhja për të kaluar një javë të shëndetshme me produkte ushqimore. Detyrimisht do ishin akoma edhe më tepër, por në Ranxhi
nuk mjafton as salla jonë që kemi këtu. Jo, ndaj marrim nga pak e nga pak. Prandaj marrim nga pak. Thjesht kam sjellë disa produkte të cilat e nisim me salmonin e tymosur, salmoni i egër, dhe është baza kryesore e proteinave që ne duhet të konsumojmë, dhe piramida e re ushqimore jep fokus proteinave, duke qenë se ato janë blloku ndërtues i muskujve tanë, por gjithashtu edhe hormoneve tona, duke qenë se proteinet kur i konsumojmë shpërbëhen në aminoacide dhe aminoacidet më pas riorganizohen aty me njëra tjetrën me disa elemente ndryshëm dhe formojnë ato hormonet tona të cilat ne na bëjnë të ndjemi të lumtur, të inatosur, të mërzitur e kështu me radhë. Dhe nga ana tjetër është i pasur edhe me acide yndyrore omega 3, si EPA dhe DHA, eicosapentaenoik dhe docosahexaenoik, që janë kryesorët për stabilizimin e sistemit kardiovaskular, ndihmojnë shumë në përmirësimin e imunitetit ton, ndërtojnë hormone, janë të rëndësishme edhe për sistemin nervor, duke qenë se pjesa më e madhe e trurit ton është një strukturë gjelatinoze, një lloj si një gjelatin, që është e përbërë pikërisht prej këtyre acideve yndyrore. Dhe duke konsumuar një produkt të tillë të shëndetshëm, i cili nuk ka absolutisht lidhje me një salmon të bler i cili është në një market i ngrirë, duke qenë se është i egër, detyrimisht ofron dhe më shumë vlerë ushqyese, por përveç këtyre acideve yndyrore ofron dhe ato mineralet e rëndësishme dhe vitaminat, si vitamina D, që është një vitaminë shumë e rëndësishme, sidomos në këtë periudhë të vitit, që ne kemi paksa mangësi dhe duket e çuditshme se ne si një vend i cili ekspozohet nga dielli, qoftë edhe në dimër apo qoftë edhe në verë, si popullsi kemi deficiencë të vitaminës D. Kështu që është e rëndësishme që të konsumojmë produkte të tilla dhe për të rimarrë të vitamina. Janë të pakta apo jo ushqimet që kanë dhe përmbajtje të vitaminës D? Po, kryesisht janë ushqimet të cilat kanë një pjesë yndyrore, sepse vitamina D tretet në yndyrë dhe zakonisht kur merret në ato format e kapsulave, jo më kot është në atë trajtën vajore, sepse është një vitaminë e tretshme në yndyrë. Përveç salmonit, po ashtu edhe toni është një alternativë shumë e mirë për një shtesë proteinike në dietën tonë, duke qenë se salmoni mund të jetë paksa më i kushtueshëm, që detyrimisht jo të gjithë mundet ta kenë mundësinë për ta blerë, por keq nuk do ishte paktën një herë në muaj, nëse nuk do ishte mundësia për ta blerë, por një herë në javë konsumimi salmoni do ishte ideale. Ndërsa nëse duam një alternativë, po prapë të shëndetshme, shumë të shëndetshme madje, absolutisht jo me më pak vlerë ushqyese, është toni, i cili po ashtu është i pasuruar me vaj ullirin. Ndryshe nga salmoni që ka yndyrnat e veta, toni përpos yndyrnave të tij të shëndetshme që është i pasur dhe ai me acide yndyrore omega 3, vitaminë D, vitaminat e grupit B të rëndësishme për metabolizmin, për aktivizimin, për energjinë qelizore, është i pasuruar dhe me vaj ulliri, i cili është i pasur me polifenole të ndryshme. Heqim ato fraksionet yndyrore, sepse e dim që është një yndyrë shëndetshme, e kemi thënë dhe stërthënë, por ka polifenole shumë të rëndësishme, të cilat janë disa substanca volatile, aromatike, por me një efekt shumë të madh në efekt antioksidues për metabolizmin tonë. Ne thjesht proceset që bëjmë gjatë ditës dhe momenti që po qëndrojmë ulur në këtë studio, apo marrim frymë, apo thjesht jetojmë praktikisht, trupi kryen këto proceset e veta dhe detyrimisht ka disa mbetje të cilat janë radikalet e lira. Një lloj si ajo makina që nxjerr tymin nga mbrapa dhe ne kemi disa mbetje që janë këto radikale. Dhe radikalet pikërisht kanë nevojë për një kundërveprim, kanë nevojë për antioksidant. Pra këto molekula oksidohen, formojnë radikalet, ne konsumojmë antioksidant dhe është një lloj si plusi me minusin që azisën njëra tjetrën. Pra minus 1 dhe plus 1 të dyja për një 0. Interesante. Dhe këtë efekt kanë dhe polifenolet. Për të vazhduar tek piramida, rëndësi të madhe i është fokusuar edhe yndyrnave, më përpara kjo pretendoje se yndyrne nuk duhet të konsumoheshin, por në fakt ato janë mjaft të rëndësishme. Dhe kur kemi përmendur bashkë përsëri dhe qumshtin, i cili është një nga ato produktet që ne kemi konsumuar mjaft si popullat dhe është shumë i mirë për të konsumuar se ka edhe elektrolit të rëndësishëm dhe një mineral si kaliumi që detyrimisht përveç sistemin kardiovaskular, sepse ndihmon në atë pomprën natrium-kalium, e cila vepron si një dogan, pra dy doganier me njëri tjetër që hapin tra dhe shkëmbejnë mall. Një lloj edhe kaliumi vepron në metabolizmin tonë, sistemin kardiovaskular, për të shkëmbyer lëndë të ndryshme dhe duke na ndihmuar në hidratim, por i pasur edhe me yndyrna të shëndetshme. Jo më kot, unë kam sjellë një qumësh i cili është pjesërisht i skremuar dhe jo totalisht i skremuar. Zakonisht njerëzit i largohen yndyrnave, por yndyrnat janë pikërisht ato të cilat ne na ndërtojnë qelizat tona. Çdo fraksion, mikrogram, asgram, po çdo në nivel qelizor është ndërtuar nga një shtresë lipoproteinike që është pikërisht një yndyrë shtazore. E kuptoj. Dhe detyrimisht ne duhet të konsumojmë yndyra të tilla, të cilat
e mbrojnë trupin ton, i japin energji, i japin ato mineralet e nevojshme, por nga ana tjetër i japin dhe qëndrueshmëri. Ndaj ke sjellë dhe gjalpin sot si një produkt. Prandaj kam sjellë edhe gjalpin, sepse gjalpi është pikërisht një nga ato produktet që ndryshe nga gjalpi konvencional, i cili ndodhet në markete, jo më kot në Randzi tregton atë në një format të tillë që lexon gjalpi freskët, sepse diferenca qëndron pikërisht te acidi butyrik. Në krahasim nga gjalpi industrial, i cili është i procesuar, mundet të homogenizohet, i largohen disa elemente ndryshëm aromatik, etj. Pra thjesht që të ngeli fraksionin yndyror, gjalpi i freskët përmban të gjithë ato komponentet aromatik, por dhe ata acidin butyrik, që është një proces fermentimi që ndodh në gjalp, ku laktoza fermentohet dhe më pas ato mbetjet e qumshtit fermentohen dhe formohet ky acidi butyrik, që është mjaft i rëndësishëm për intestinin ton, pra për zorrën e trazë dhe për zorrën e hollë, sepse zorra e hollë, pikërisht në muret e saj, në qelizat e mureve të saja, ka nevojë shumë të madhe për acidin butyrik, i cili është një rigjenerues shumë i mirë. Detyrimisht ne konsumojmë ushqime, zorra do lodhet në një moment të caktuar dhe janë pikërisht ushqime të tilla të cilat atë riparojnë. Edhe pse zorra vetë si një organ është një organ i cili riparohet mjaft shpejt, por duke ndihmuar edhe me produkte të tilla, ja bëjmë më të lehtë punën. Karbohidratet po ashtu janë ato që i kemi sjellë në formën e patateve të pjekura. Nuk do përmend shumë detaje mbi patatet e pjekura, sepse ato patjetër dhe një fakt interesant për patatet. Nuk ridot. Për patatet e pjekura është se ato kanë sasi shumë të lartë të kaliumit, madje më të lartë se banania. Dhe banania konsiderohet si një frut që është shumë i pasur me kalium, por patatet nga ana tjetër kanë sasi akoma dhe më të lartë të këtij elementi. Dhe duket e çuditshme, por ja që edhe patatja mund të hidratoj. Pra, hidratime themi në sonjë, mos të keq kuptohemi, sepse nuk ka fraksion ujor, por duke marrë këtë elementin, duke marrë këtë kaliumin dhe duke pirë dhe konsumuar ujë më pas, atëherë ne kryejmë këto procese tona më lehtë. Por nga ana tjetër, patatja është një karbohidrat ekselent, edhe pse patate e bardhë, e ëmbla do ishte edhe më ideale, ajo portokallia që si ngjyrë pak si kuqerem, si tull, por e sill në këtë format, në formën e saj të ngrirë, e cila është pjesërisht e përpunuar, që do të thotë këto janë larë, janë qëruar, janë prerë, janë vendosur në një trajtim termik të vogël, më pas kanë bërë një shok termik në temperaturë minus disa gradë Celsius, atëherë këto karbohidratet apo këto, karbohidratet apo amidoni pjesën më kryesore që mban patatja, ai kthehet në një fibër paksa rezistente. Dhe nuk na ngres nivelet e sheqerit në gjak, siç do na ngritë një patate normale. Kështu që këto produktet e ngrirë janë paksa edhe më inteligjente për t'i konsumuar. Më bëj një përmbledhje në sekondat e fundit që kemi. Supa rustika që është shumë e mirë që ne të hënën e kemi përgatitur. Po, që është një kombinim i drithrave dhe thjerrzave të ndryshme që kryejnë proteinën e plotë dhe madje ajo grafiku apo piramida e re ushqimore i fokusohet te proteinat, por detyrimisht ne duhet të marrim vetëm proteina shtazore, sepse ndonjëherë kur bëjmë regjime ushqimore apo japim këshilla, po këtu nuk ka mish, nuk ka peshk, nuk ka djath, nuk ka qumësh e tjerë. Por ne marrim mjaft proteina të mira dhe nga thjerrzat. Prandaj kemi edhe bizelet e thyera, të cilat janë po ashtu një burim shumë i mirë proteinik dhe mjaft i lehtë për të përthithur. Pastat, felicia, të cilat janë të përbëra me thjerrza të kuqe dhe kanë pothuajse 2/5 e proteinave, të cilat përmbajnë disa pasta normale. Dhe një fraksion tjetër karbohidrati që është misri i thekur, që po ashtu ka atë beta-karotenin, luteinën, zeaksatinën, një disa antioksidant perfekt, sidomos për fëmijët e vegjël, duke mos konsumuar këto drithrat konvencionale të marketeve që kanë sheqer të shtuar. Kjo është një alternativë shumë e mirë dhe disa perime, specat e pjekur që ndihmojnë shumë edhe në tretje. Faleminderit shumë. Ne pazarin e bëm, do t'i përkthejmë në gatime me Katerinën tonë një pjesë të produkteve që kemi në studio. Sot kishim kokozharit i bëm një salcë, të hënën përdorëm pikërisht pastat që janë me thjerrza të kuqe. Kemi variante pafund për të gatuar, kështu që faleminderit për informacionet që ndave me ne sot. Uroj një ditë të mbarë dhe mirëarsh. Është kënaqësi si gjithmonë, ditë të mbarë dhe juve. Faleminderit shumë. Tani shkojmë në publicitet.